Kërkesa për presidentin e vendit më ka ardhur nga shumë qytetarë. E së fundi, po ashtu edhe nga partnerët ndërkombëtar, dua ta përmend. Pranova me marrë këtë post për me tejkaluar edhe vetveten për hir një qëllimi të madh, stabilizimin e institucioneve. Dua t'ju njoftoj se kam pranuar propozimin për kandidate si presidente e vendit, me bindjen se jam një figurë e cila është unifikuese, përfason shoqërinë civile dhe mund ta ndihmoj vendin ta tejkalojë ngërshin aktual politik, por njëkohësisht edhe ta nxjisë dialogun në mes partive politike. Kërkesa për presidentin e vendit më ka ardhur nga shumë qytetarë, nga anëtarët të shoqërisë civile, nga mbijetuarit e dhunës seksuale, nga viktimat e luftës, e së fundi, po ashtu edhe nga partnerët ndërkombëtar, dua ta përmend, dhe së fundi nga kryeministri Kurti. Duke menduar që dalja ime në skenë paraqet një figurë unifikuese, një figurë e cila në historinë e saj ka kontribuar në kauza të cilat i kanë kontribuar vendit. Pas diskutimit të gjatë me kryeministrin, e kam marrë këtë përgjegjësi me bindje të plotë se do jem një nga kandidatet e cila është kërkuar jo vetëm nga qeverisja Kurti, po edhe nga partitë opozitare, të jem person plotësisht i pavarur, jo politik, jo partijak dhe nga shoqëria civile. Pranova me marrë këtë post për me tejkaluar edhe vetveten për hir një qëllimi të madh, stabilizimin e institucioneve dhe ecjen e Kosovës përpara. Dua t'ju bëj të qartë se ky kandidim nuk ka qenë ambicie as aspirat për pozicion e as për pushtet. Ka qenë vetëm një përpjekje sinqert, një kontribut për vendin tim, si person jo partijak që t'jep mundësi zgjedhjes së ngërshit politik që aktualisht po e kalon vendin. Bashkëpunimin me politikanë dhe me partitë politike e kam nisë që nga viti 99. Dhe gjatë këtyre viteve kam bashkëpunuar me gjitha forcat politike, me gjithë liderët politik, qoftë në pushtet, qoftë kur kanë qenë në opozitë. Gjithmonë e kam pas një parimbas, i kam mbrojt interesat e qytetarëve, e kategorive më të dëmtuara nga shoqëria jonë, vetëm që kauzën të cilën unë e kam përfaqësuar me ecur para. Për 30 vjet kam dëshmuar që kauzën që kam përfaqësuar, lëvizjet, zhvillimet, ndryshimet i kam bërë edhe pa qenë pjesë e partive politike. Por gjithmonë kam besuar që edhe liderët politik, kur vendi ndodhet përballë sfidave të tilla, duhet të jenë të gatshëm ta tejkalojnë vetveten, pozicionet e tyre dhe interesat e ngushta për hir të qytetarëve dhe për hir të ardhmës së vendit. Që nga viti 99 kam kontribuar edhe në proceset e shtetformimit, duke qenë zë i vetëm i Këshillit të Përkohshëm Administrativ. Ashtu ka qenë edhe angazhimi im i hershëm në vitin 2003, duke i bashkuar në atë kohë 3 liderët historik, presidentin Rugova, kryeparlamentarin Daci, kryeministrin Bayram Rexhepi, për ta nënshkruar deklaratën për njohjen dhe zbatimin e Konventit së OKB-s kundër torturës, një zotim i institucioneve të Kosovës që deklaron të qartë se po ndërtojmë institucione që promovojnë të drejtat e njerëzit dhe parandalojnë torturën. Ky përkushtim ka vazhduar ndër vite në bashkëpunim edhe me udhëheqës tjerë të kohës, duke filluar nga presidenti Fatmir Sejdiu, nga kryeministri dhe presidenti Thaçi, pastaj me kryeministrin Isa Mustafa, pastaj me kryeministrin Ramush Haradinaj. Kam vazhduar bashkëpunimin tim edhe me presidenten Jai Haga. Bashkëpunimin tim e kam vazhduar po ashtu edhe me presidenten Vjosa Osmani dhe aktualisht e vazhdoj bashkëpunimin edhe me kryeministrin Kurti dhe kryeparlamentaren Haxhiu, gjithmonë në interes të qytetarëve. Prandaj ky rrugtim imi, i cili ka vazhduar dje realisht me qëllimin më të mirë të mundshëm për me nxjerrë vendin për kësaj krize aktuale që po ballafaqohet, përfundon sot me një reflektim të thellë dhe me një përgjegjësi të plotë ndaj vendit, duke uruar që zgjedhjet të sjellin stabilitet institucional në të ardhmen.